Jemi 20 veta këto ditë, jemi në vëzhgim të policisë, shtetit, jemi në vëzhgim të shishit, jemi në vëzhgim të shoqatave të Sorosit për propagandë iraniane në Shqipëri. Po, jemi 20 ca veta, unë di dhe emrat e një pjesë. Dhe jemi në vëzhgim për procedim penal për propagandë iraniane në Shqipëri. Po, ta them unë. E mbyllim misionin për sonte. Ta rrita përfundë. Edhe unë kam thënë, diçka kam thënë këtyre drejtorit policisë këtij të Zarit të Belindës, të bandave. Këti që vuta është drejtor nga Belinda, se ka ky Andrea. Mos e harrova edhe unë. Vari me nderën. Si janë ndruaj shumë do ministrat e brendshëm të rendit edhe drejtori i policisë. Asaj të shishit ju drejtova. Ky Sokol Hitaj. Hitaj. Ashtu vari. Skënder, ndjes Sokoli, si mos ka ndaj Sokol Hitaj, Skënder Hitaj. Vari lënë se pa vlerë është komplet, është thjesht ushtari i bandave dhe Belindës. Belinda e ka vënë aty. Shumë po lavdrojnë nëpër media, thonë që është. Po lej se paguaj lek. Po gazeta me çau ushqen që lavdrojnë. Me çau ushqen. Me lekë të këtyre ushqen valla, pse me çau thotë. Dhe po ta them sinqerisht, ja kanë bë publike dhe atit, edhe kësaj debiles shishit, edhe veteramës. Kur dush hajde, ja ku je, hajde tash. E ke pasur gjën e Ormuzit. Mesik vazelin, se do të hani prej me, jo prej jush. I kam zënë një peshqit në 2020. E ke informacion sigurtë? Me saktësi, me detaje. Janë vënë lëvizje këto ditë? Unë jam ke 10 që e parë, nuk jam as i parë, as i dytë, as i tretë, jam çik më poshtë. Po jam ke 10 që. Pse ka dhe të tjerë që janë të parë më keq se sa ty, domethënë në këtë thirrje? Ore nuk kam më keq më mirë, nuk kanë më mirë dhe më keq. Jo, është halli, me i thon Izraelit. A ka në emër tjetër? Na thonë emër tjetër. Kasioçipi. Gjesh Thanasi, ky Olsi Azexhi, është media, si e ka Mejlis, do ta ngoxha është i pari. Po, ka sa dush, janë shumë burrë, janë shumë po si mbaj mend tash. Nuk i mbaj mend tash. Por po ta them sinqerisht që i kam thënë tyre, kur doni hajde. Po me çfarë arsye mund t'ju kapim? Por merrni në brisk. Merrni në ato brisit e fundit, jo ato të vjetra të astra, se u duhet moderne, se duhet me i thonë Izraelit që ne e bëm detyrat e shtëpisë. Ministri brendshëm i tyre. Shabat Goina? Shabat Goina po pastorsionist, si ky drejtësi. Po me çfarë arsye ju mund ta shohim? Si propaganda iraniane në Shqipëri. Propaganda iraniane. Po ç'lidhem atë kanë votuar ato ne si vend ç'lidhje kemi ne. Ora ata drejton Amerikën. Ka të këtë tema tjetër. Ma di kam dhe një teori time. Mamen që u tha do ketë sulme terroriste në Shqipëri? Mamen? Që tha ambasadë amerikane kujdes? Po. Dhe Rama tha nuk ka asnjë gjë? Po. Nuk po flisin asnjëri as tjetri me ne. Po flisin me njëri tjetrin. Ajo po i thoshte unë e di lojën. Ky i tha jo s'do e bëjmë. E kuptove logjikën. Ajo i tha unë e di lojën e falsflageve. Amerika. Po. Ky i tha jo s'do e bëjmë. Jo s'ka. Me kod. Po më falë, si i thoge ti ambasadë amerikane, që ka rrezik dhe dekrymisë thotë s'ka rrezik. Shkon apo jo? Apo jo, në këtë rast. A jemi me aleatët? Apo jemi me aleatin ne? Ky duhet të jetë shërbëtori i aleatit, apo jo? Ky s'mund t'i dalë kundër Amerikës, apo jo? Ku gjeti guximin ky që tha ajo se është e vërtetë? Nuk po flisin me ne vëlla. Po flisin me njëri tjetrin. Ajo ja bëri publike. Ne e dim çfarë po bëni ju me ata, siç keni bën Turqi. Edhe ky tha jo s'e bëj. Pra nuk ka. Kështu tha ky. Jo ti si mendon, vazhdon akoma të mendosh atë? Jo, kush e pier tha dyre. Ata Mosadi bën çaj do. Rritja e çmimeve është forma më e egër e një lufte civile. Tas në Shqipëri sa ka filluar tash, se ka të rremendja luftë civile për çmimet e Shqipërisë. Shqiptarit hiqi bukën, hiqi ujë, shtoi drun. Është teoria e sklavit. Pse se kemi vënë këtë gjë 36 vjet çdo ditë, nga pak, çdo ditë nga pak, shtoi drun, por ne kemi pas shumë më tepër lirin në 2014-ën. Kemi pas shumë më tepër para në 2014 në jetën tonë. Kemi pas shumë më tepër perspektivë, kemi pas më shumë shqiptarë në Shqipëri në 2014. Sot jemi 2026, mas 12 vjetësh. Ku jemi? Për herë më keq. Edhe më keq do bëhet. Pse? Se ky popull e meriton drun, për shkak se nuk e kupton dot që duke shajt Altinin, duke shajt Altinin tjetër, duke shajt Andrean, brenda vetes dhe duke u vrarë komshiun, duke u zip sem shef, ata po na prezent një nga një dhe ne s'bëjmë as gishtin e vogël kundër tyre. Po atë shi. Sa kemi thirr protesta? Andrea, sa kemi qenë? Përveç pandemisë. Vazhdo. Tema tjetër, pyetja tjetër.